Ramambur Berishambur, Ramambur Berishambur, Ramambur Berishambur. Bravo Shqipëria! Kam një retorik për kryeministrin. Pasi Iran tezat një nga një, iranian, sërb, grek, filloj me një tjetër teori, të ofendoj protestusit, lozhra, të ras, të çmandur, përgjigje do e marrësh këtu, kush është i sëmur këtu, Edi Rama! Protestojmë për mushkonjat tha, jo kryeministër, ne nuk protestojmë për mushkonjat, ne protestojmë për 35 vjetë mjerim që e ke zhytur këtë popull. Ramambur Berishambur, Ramambur Berishambur, Ramambur Berishambur. Thot që këta të ri që janë mbledhur në shesh do na prishin turizmin, po na njeh gjithë bota me këto që po bëjmë ne sot. I dashur kryeministër, ti do të largohesh shumë shpejt, sepse këta njerëz që janë mbledhur këtu nuk do të ikin pa të larguar ty prej këtej. Të dashur qytetar, kryeministri e ka mbushur parlamentin me analfabet, me njerëz që nuk din të lexojnë numrat. Por, një deputet merr 4 fishin e rrogës së një mësuesi i cili punon me fëmijë me të ardhmen e kopit. Tur. Ramambur Berishambur, Ramambur Berishambur, Ramambur Berishambur. Fali pak, ka humbë një fëmijë, ka trikon gjyre shile. Jo është i njeti. Arjoni ka emrin. Të shkoj të uja, nëse Arjon nëse në gjo. Ju lutem, kush e gjen Arjonin ta shoqëroj deri te kura. Ju lutem. Është Arjoni, fëmia që folën parë, me triko jeshile. Ju lutem. Faleminderit, keni mundësi të uleni. Arjon Mushnjari, unë jam babai i Aminit. Nëse ka njëri mundësi ju jap numrin e telefonit ku lajmëroj 069 82 Arjon Mushnjari, numri e telefonit 1
përshëndetet tutëm kështu se që të fare. Revolucion! 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 Edi Rama o idiot! Qa agenda shjemi sot! Edi Rama o idiot! Qa agenda shjemi sot! Përshëndetje vëllezër dhe motra! Se dini të gjithë që Shqipëria nuk ka shtet, nuk ka shtet unik ligjor kombëtar, sepse ka parti shtet, sepse ka dy figura antikombëtare, dy tradhtarët më të mëdhenj në historinë e kombit shqiptar. Me emrin Sali Berisha dhe Edvin Rama. U lutem këtu përshall një mesazh. Edvin Rama në burg, Sali Berisha në burg. Po nuk u tha arsyeja sepse do t'u them unë, sepse janë tradhtar të shtetit unik ligjor kombëtar, për shkakun se më 21 prill të vitit 2008 kam bërë tradhtinë e lartë kombëtare, duke ndryshuar 9 nende themeltare të kushtetutës së miratuar me referendum popullor më 21 tetor të vitit 1998. Dhe këta mostra, këta armiq të Republikës e kanë ndryshuar sovranin e Republikës që është populli shqiptar, duke transferuar këtë
sovranitet tek Edi Rama dhe Sali Berisha, të cilët kanë ndryshuar kushtetutën që sa po thash të 21 tetorit 1998 pa referendum popullor. Si e bil, kushtetuta që ka miratuar populli më 21 tetor të vitit 1998 juridikisht de jure është në fuqi dhe duhet jetë në fuqi. Pse? Neni 60, ju lutem më dëgjoni. Neni 64 i kushtetutës thot: Kuvandi i Shqipërisë përbëhet nga 140 deputet. Nga këta 100 deputet zgjidhen në zona elektorale njëmërore nga sovrani populli drejt për së drejti dhe janë antarë të shtetit kombëtar dhe vetëm përfaqësues të sovranit të Republikës Popullit dhe jo partive politike. Dhe njëkohësisht, u lutem më dëgjoni, dhe njëkohësisht nga 40 deputet të listave emërore, sipas listës që përcaktojnë partitë politike të cilët marrin 2.5% e lartë të votave të popullit të brefshme. Në këtë kuadër, në datën 11 maj të vitit 2025, Edi Rama fitoi të drejtën e deklaruar nga ana popullit për të mirë qeverisur popullin me 52% të votave. Rama në burg, Berisha në burg, rap populli shqiptar. Edhe diçka. Cila është rruga të kthehemi te kushtetuta e miratuar në referendum popullor, e cila uej të drejtën partive politike që të bëjnë lojtarin edhe njëkohësisht dhe vendimtarin kundër sovranit popull. Rob të popullit shqiptar, rob si ju, rob demokracia! Sepse makineria e kërmave, e patronazhistëve filloi të mos sulmonte. Por unë e fillova me gjak në Zvërnec dhe deri në pikën e fundit të gjakut do jem këtu. Në qoftë se këta kërma, në qoftë se ky këllira e të vinë tradhtar Rama mendon se do më shpori mua, e ka gabim se shqiptarët janë ngritur në këmbë dhe do të shporin. Dje ishim në Zvërnec, u mblodhën shqiptarët, zemra jonë është bërë një për vatanin, për Shqipërin, për drejtësin. Unë kam 13 vite bashkë me aktivist, djem e vajzat shkëlqyer të këtij vatani që kemi luftuar për të ditë dhe nuk do të lëm të na iki. Mos e vini re, këtu kemi lloj rrymash, prandaj kuptoni një gjë, emri është Shqipëria, nuk ka rëndësi emri, do vazhdojmë deri në shporjen e Ramës. Dhe një gjë për t'ju përgjigjur Edvin tradhtar Ramës. Prego, signori, venite un attimo. Tu kemi 2 turist, me qënë se na tha që janë 13 turistët. Here with you, and we as tourists among our Albanian sisters and brothers, we are not scared, we are not frightened. Your protests do not scare us. We think it's very important to be loud about the protection of environment, of rights and the transparency of governments.
homogeniteten. Ju lutem të ulen të gjithë, dhe majtas dhe djathtas. Ju lutem. Ju lutem, ka humbur një fëmijë me bluzë jeshile Minecraft. Ju lutem, uluni sa ka gjim, mosha 10 vjeç. Ju lutem, është me bluzë jeshile Minecraft, ka përpara të shkruar 09, pantallona blu të errta dhe me kapele jeshile Minecraft. Ju lutem, është 10 vjeç. Është lehtësisht identifikueshëm për shkak të ngjyrave që ka veshur. Ju lutem dhe një herë, Arion, 10 vjeç, me kapele jeshile. Me kapele jeshile, me bluzë jeshile. Numrin e bluzë 09. Pantallona 3 qerekshe, ju lutem. Kush e shikon? Arion, më dëgjon? Arion! Uluni, ju lutem, uluni.
Të mos ketë më shumë se 2 mandate një kryeministër. 2 maksimumi. Kryeministri dhe ministrat të mos jenë më deputet, të mos jenë më kryetar partish. Shikojmë kryeministra që janë kryeministër, deputet, në fakt kryetar parlamentit, se ullet atje si padisha në ballë parlamentit, edhe kryetari vërtet i parlamentit është një kukull.
kryetar partia, me të gjitha pushtetet, kryetari KKNT-se, kryetari Dreshit me të birin, duhet të mbaroj kjo, se nga kjo në vjene gjitha keqja. 2 mandate me vetëm kryeministër, nuk ka më detyra të tjera. Mbaroj mandate gërsëra. Mbaroj. Dhe treta, kjo ndoshta mund t'jetë pak radikale, po me që unë njem pak për radikalitet ka që më njojnë, gjyqtarët japi vendime të gabuara, të pa drejta. Kemi rastisur vetë atje, ku sheti sa herë, një gjyqtare fshehur mbas një bangoje, ka që duket koka atje. Pëtë. Qa më thua? Se s'kupton njeri. Drejtësia degeneruar. Gjyqtarët të mbajnë përgjegjësi penale për vendimet e tyre të gabuara. Jo thjesht apelon vendimin edhe ecë para, sikur s'ka ndodhur gjë, se kanë shkatruar jetë njerëzish, jetë familjesh. Hazë. Okej. Pata, më lejoni të flasë të fjalë. Ju lutem dua që të më dëgjoni të gjithë. Jam këtu, i ardhur nga Amerika. Po, nuk kam bërë mirë që kam ikur, ajo dihet, se lasha të dheu. Por, duhet të më kuptoni që nuk kam ikur për mos u kthyer më në Shqipëri. Kështu, si puna ime janë të gjithë emigrantët që janë në përbot. Kudo që ndodhen në Amerikë, në Europë, gjithandej. Dhe duke parë se si po shkon Shqipëria, të gjithë do kthehen për ta ndërtuar atë, për ta bërë një Shqipëri të re. Unë e kujtoj këtë shesh e këtë mikrofon, se jam i moshuar në krahasim me gjithë rinin shqiptare që kanë 10 ditë që po bëjnë të protest, kaq qytetare këtu. Por, në kohën time, duhet ta dini dhe të kujtoni që vetëm po të flisje vesh me dikë, do hyja në burg për 10 vjetë. Për agitacion e propagandë. Ndërsa ju dhe sot jeni të lirë të vini të demonstroni këtu kundra këtij pushteti diktatorial, për të cilin neve jemi përpjekur që ta rozojmë në 91-shin. Mirë po, në 91-shin ky sistem nuk u rëzua, por u transferua në duart e të tjerëve. Për këtë gjë sot, të gjithë rinia shqiptare i bëj thirrje të bashkohen këtu, që të jemi të bashkuar drejt këtij sistem. Dorëheqje të pak kushte për Sali Berishën dhe Edi Ramën, të cilët janë dy fajtorët kryesor që rinia shqiptare ka marrë rrugët e botës dhe punosin skrevër në fabrikat dhe në minierat e botës. Kur neve kemi pasuri të krahasueshme me shtetet e tjera, dhe rinia jonë duhet të punoj këtu dhe të gëzoj të mirat materiale që ka vendi jonë. Prandaj edhe njerë po bëj një thirrje, kam qenë edhe në burg politik dhe dua t'ju them se populli shqiptar është popull besnik, është bujar, është me vlera të larta morale. Dhe unë i bëj thirrje Sali Berishës dhe Edi Ramës të dalin para popullit shqiptar, të kërkojnë një falje dhe të heqin dorë aq sa nuk është vonë. Pasi duhet të kujtojmë falje, të japin llogari para drejtësisë dhe të vënë në burg. Përpara
minut. Përpara se sa populli shqiptar të zbatoj atë proverbën popullore që koka që falet nuk pritet. Në qoftë ta bëjnë të, mund të tani para përgjegjësive të tyre. I uroj të gjithë rinisë shqiptare suksese në këtë iniciativë që ka marrë dhe të bëhet Shqipëria e re, ashtu siç e ndërrojmë dhe kemi ndëruar për 85 vjet rresht. Respekt për të gjithë ju që keni ardhur këtu dhe i bëj thirrje edhe atyre që të tjerë që nuk kanë ardhur të paraqiten çdo ditë. Faleminderit. Ju lutem, kërkoj mirëkuptimin tuaj për të folur deri në 3 minuta, pasi ka shumë qytetarë që po presin në radhë. Pas 3 minutash jemi të detyruar që të pikëm mikrofonin për të respektuar radhën. Përshëndetje, rinia populli shqiptar. Ju falenderoj shumë që jeni këtu, që jeni mlarë. Unë jam shkudrane, kam 34 vjetë në emigrim. Nga ka orë ma e të hundës. Mos e lëshoni Shqipnin, këtu me baluftan, me ndekje. Nuk është emigrimi zgjidhje. Sklavërim. Nuk është kusht i lumtur në emigrim. Ta dini këte. Nuk është asnjë i lumtur. I lumtur është në vendin e vet, në tokën e vet. Qëndroni. Sali Berisha e Edi Rama duhet me shku në burg. Ata e kanë çu këtë vend kështu. Ata na kanë bë me ikë me marr rrugat. Na kanë grabit pronën. Edhe pse kena bë 15 vjet burg, s'paqit. Prandaj, ju lutem, ju përgjërohem, rini këtu, mos e lëshoni Shqipnin, mos e alani derrave Shqipnin, se ball kanë vjellë, ball, nuk banë ma. Përshëndetje gjithëve. E kam vështirë me gjithë entuziazm. E me gjithë energji me thëmë diçka. Po do të përpiqem them diçka. Këtu jemi shumë dhe jemi të ndryshëm, vim nga shumë deg, e nga shumë mendime, e nga shumë vizione, nga shumë edhe besime. Por na ka bashkuar një gjë që është më e rëndësishmja. Ajo parulla Shqipëria nuk është në shitje. Lidhur me këtë parull, unë do thoja se qa kuptim ka kjo? Kuptimi që ka kjo parull është kundër një Shqipërie të ndërtuar nga krimi dhe oligarkët, për krimin dhe oligarkët dhe me krimin dhe oligarkët. Një Shqipëri e tillë na ka sjellë në këtë pakënaqësi të përbashkët të gjithë që jemi këtu. Dhe këtu duam një Shqipëri të re. Në fakt kjo parull ndoshta mund të Në fakt, kjo parull, Shqipëria nuk është në shitje, mund të ishte edhe Shqipëria nuk është në grabitje, nuk është për të grabitur. Se këtu na kanë grabitur Shqipërinë. Na kanë grabitur
shtetin, na kanë grabitur qytetet, na kanë grabitur parqet e fëmijëve dhe na kanë bërë që të hikim. Dhe këtu tani unë nuk jam shumë nga ata që përtasin, po desha të them dy fjalë sepse dua t'ju them atyre që na kanë akuzuar midis të tjerave se jemi kundër zhvillimit me Demek. Po pyetja është, çfarë është ky zhvillim që këta na thonë se që kemi kundër? Ky është pikërisht ai zhvillimi i Shqipërisë me oligarkët, për oligarkët që na ka kapur edhe media, që na ka kapur ky nuk është zhvillim. Ky është një tumor që po rritet në trupin e Shqipërisë që duhet ta pastrojmë. Thirrjes dhe që kjo të pastrohet duhet energji e madhe dhe duhet qëndrojmë këtu derisa ta detyrojmë për dorëheqje. Por mendoj se një nga gjërat kryesore që ka treguar Zvërneci si projekt me Demek është se si punon sistemi i Ramës në të gjitha drejtimet dhe ajo që na tregon Zvërneci është pikërisht grabitja e Shqipërisë. Prandaj ne nuk po mbajnë një qëndrim politik ndaj këtij regjimi i cili duhet patjetër të dënohet politikisht nga ata që mendojmë se Evropa edhe SBA-ja që mendojmë se duhet i kemi në krah dhe jo në krah të këtij regjimi. Dhe e fundit që desha të them është që arma më e fuqishme që kemi është që të mbetemi të bashkuar në diferencat që kemi dhe ta shtojmë këtë lumë që derisa ta përmbysi këtë pushtet. Faleminderit. Shqipëria e shqiptarëve, e ketratarëve. Shqipëria e I shtati aty në listën e organizatorëve është, besoj më e rëndësishme, e ka lënë postulat Naim Prashri. Arsimi! Duam arsim fiksor! E teta është bujësia që fermerët tanë sot Shqipëriere! 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 Edhe 3 pika shkurtimisht. Të tetët, jo me rëndësia, janë fermerët tanë, të cilët edhe ata duhet jenë këtu dhe besoj që një pjesë e mirë duhet të ofrojnë kushtet minimale për të arritur për të prodhuar për fëmijët tanë, sepse ne themi turizmi, por nuk mund të ketë turizëm pa patur bujësi edhe gjithë elementet e tjerë mbështetës. Tani edhe 2 pikat fundit, të nëntët, jo nga rëndësia, janë pensionistët! Ta bëjmë të luftë për gjyshin dhe gjyshet tona. 550.000 pensionistë shqiptarë marrin më pak se 200.000 lekë të vjetra në muaj. A e kuptoni që të merri është më pak se 200.000 lekë, 550.000, 200.000 të tjerë mbarin mbi 200.000 lekë. E fundit, minatorët, naftëtarët, ata që kanë dalë nga shtëpitë e tyre pa e ditur nëse do kthehen, dhe sot janë në mëshirë të fatit.
Shqipëri e re, Shqipëri e re. Shkurtimisht për ta mbyllur, shkurtimisht. Këto janë 10 nga qindra organizatorët e kësaj proteste që janë gjithë këtu para, por jo vetëm këtu para. Tani, grupi organizator ka 4 pika shumë të rëndësishme që duhet t'i artikulojmë këtu sot. E para është dorëheqja! E dyta, më t'i më pak ludëm se më shohë këtu, dorëheqja. Dorëheqja! Të tretën, besoj se e merrni me mend që është dorëheqja! Dhe të katërtën, po ju alë juve që ta Faleminderit gjithëve dhe mos harroni që për gjithë të grupë organizator fajin e vetëm ata kjo politik 35 vjeçare që na ka thënë këtu. Dhe një gjë shkurtimisht fare. Protesta ka një grupin e thuas i cili shërben vetëm si garanci që sovrani do të dëgjohet. Dhe deri këtë moment askush s'ka pse di asgjë. Faleminderit gjithëve. Forca gjithëve! Shqipëri e re, Shqipëri e re, Shqipëri e re, Shqipëri e re. Shqipëri e re, Shqipëri e re, po si? Unë mendoj që janë disa pika në duke të vogla teknike, por me rëndësi vendimtare, thelbësore. Ka mendoj përgjetur një vend të kryuaj, sepse çdo gjë këtu është betonizuar, nuk ka një park, duhet që të ecin me orë nëse do të bëjmë të ecur, dhe ose do të marrim makinën, duhet të kalojmë në vështirësi të heroina. Është një zonjë nga mosha, por jo nga karakteri,
është një zonë që ka lënë në pritje paktën 160.000 familje, të cilat presin me vite për një vendim drejtësie. Drejtësia është një nga arsyet dhe një nga organizatorët e kësaj proteste. Shqiptarët nuk mund të presin më me 10-15 vite për të marrë të drejtën e tyre. Duan drejtësi! Janë 5 pika tjera, e 6-ta, nëse më parë njerëzit uronin me njëri tjetrin që të kenë shëndetin, sot urojnë që mos shkofsh në për spitale, thonë, sepse sistemi shëndetësor është një tmerr i vërtet që mos bëhet as hasmi.
shikoni, prap ma heqin, ma blokojnë mikrofonin, po unë prap do flas. Pra, kemi probleme me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, e cila është kryer në pronë e ish kryeministri Edi Rama. Se ai s'është më kryeministër. Ne këtu e kemi shkarkuar. Të shkoj pronat e Izoti, ndërsa jam 100% dakord me atë që thoni Rama në burg, Berisha në burg, se janë të dy një lloj. Madje Berisha e mban këtë në pushtet. Unë ju falenderit që më dëgjuat, do flas prapë dhe nesër dhe pas nesër këtu jemi. Pse themi Edi Rama të dorëhiqet? Sepse ka prishur prej kohësh kontratën politike me popullin shqiptar, duke dështuar të garantoj dhe të zbatoj parimet dhe të drejtat e sanksionuara në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shteti shqiptar mbron të drejtën e jetës, por sa njerëz në spitalet tona humbin jetën për mungesë pajisjes mjekësore dhe ilaçesh? Kushtetuta garanton drejtësi për gjithë, por gjyqet për ne vazhdojnë me vite. Kurse për ata firmosen ligje tak me firmë kryeministri brenda ditës. Kushtetuta garanton të drejtën e pronës, por sa nga ju nuk kanë letrat e pronave që ju takojnë? Sa i kanë marrë pa rishvete dhe pa gjykata? Kushtetuta garanton të drejtën për punë dhe jetë dinjitoze. Sa familje jetojnë vetëm nga parat që dërgojnë emigrantët, sepse nuk gjejnë mundësi të ndershme në vendin e tyre? Shteti shqiptar mbron shtetësit shqiptar kudo janë në botë. Çfarë ka bërë shteti Edi Ramës për Mërgatën? Çfarë ndihme keni parë ju emigrantë në përbot? Nëse Edi Rama thot ka 800.000 vota bashkë me ato të marra me dhunë shtetërore, atëherë le të bëhemi ne këtu në shesh 8.001 njerëz, 1 milion njerëz, ta shikoj me sytë e tij sa shumë jemi, dhe të gjithë duam një Shqipëri të re, pa Edi Ramën. Shqipëria e shqiptarëve, jo e tradhtarëve. 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 Shqipëria e re vjen duke zbatuar këto 3 kërkesa. Këto 3 kërkesa në duke minimaliste, nëse do arrim që pas do rreqës së këtij edhe të ati tjetrit atje që ishet si kryetari i opozitës, po është një opozit falso që i shërben këtij në fakt, të vëm këto 3 pika. Shtu vjen Shqipëria e re. Shqipëria e re, 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 Shqipëria e re. Kam një pyetje për të gjithë ju që më shikoni më dëgjoni. Duhet të flas apo s'duhet? Ju falenderit shumë, sepse deri tani më kanë lënë shkopin rrota, e duhet i them. Tani, problemi që jemi mbledhur këtu është në çdo derë, në çdo vatër, në çdo shtëpi. Jemi që të gjithë bashkëvuajtës, jo bashkëfajtorë. Dhe ato them,
atyre të 120 hajdutëve që rritën rrugat e tyre i bën nga 5 milion lek dhe i lanë pensionistët me 120.000 lek. Të 120 ata duhet të japin dorëheqjen, që të gjithë. Një, e dyta, të ndryshoj sistemi zgjedhor, kodi zgjedhor të ndryshoj dhe të mos jetë të mbeten të përjetshëm kryetarët e partive o kryeministër o në opozit. E treta, të hiqet ai vendimi turpshëm që bën drejtësia sot. Të hiqet ai vendimi turpshëm që marrin gjykatat e Shqipërisë në dhomë këshillimi, që këshillohet gjyqtari me 4 muret e zyrës së shtëpisë, merr vendim pa palë dëgjyese. Jemi vetëm vend në botë që e kemi këtë rast. Po s'të flasur e keni hequr. Pra, drejtësia të anulloj vendimet e dhomave të këshillimit, të mos merret më vendimet në dhoma të këshillimit, se është një turp për drejtësinë dhe është një padrejtësi e madhe shqiptarëve. Tjetër, kam një problem themelor me organet e pushtetit lokal. Go ahead, move it!